Gjendja është alarmante. Madje e njëjta zor tashmë se do të rikthehet normalitetit, të paktën jo për disa kohë. Kjo me që rrugët tashmë janë vëshuar nga numër i madh i protestuesve që për ditë të tëra po e shprehin revoltin e tyre këtu në Minnesota të shërbas me plot tension. Këta po protestojnë kundër agjentëve të emigracionit për të ndaluar ose kufizuar fushatin e forcimit të zbatimit të ligjit që çojnë në vrasjen fatale të një gruaje. Na duhen njerëz që të ngrihen, na duhen njerëz që të reagojnë dhe të mbështesin fëmijët e tyre. Por na duhen edhe zyrtar të zgjedhur që të kenë guxim për të bërë atë që është e nevojshme. Dhe ajo që po dëgjojmë nga banorët është qiraja dhe ushqimi. Nëse i adresoni këto njerëzit, do të vazhdojnë të shkojnë në punë. Këto janë zgjidhje që qeveria duhet t'i adresojë dhe për këtë ajo ka mbështetime të plotë për të gjetur mënyrat. Të martën më pak se një blok larg vendit të memorialit të Shtënës, pati sërish gazlotësjellës dhe përballje teje të forta me autoritetet e sigurisë. Siguria kombëtare thonë se kanë kryer më shumë se 2000 arrestime deri më tani.